Ministri në detyrë mbrojtjes së Kosovës Ajub Maqedonci ka komentuar deklaratën e dhënë një ditë më herët lidhur me pozicionimin e trupave ushtarake serbe në afërsi të kufirit me Kosovën. Maqedonci ka thënë se kjo deklaratë 1 minutëshe është nxjerrë nga një intervistë e 30 minuta për një televizion në Shqipëri, e cila ka qenë e fokusuar në stërvitjen e madhe ushtarake Defender Europe 25. Në tentativë për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga një ndër ngjarjet më të mëdha që po zhvillohet në Kosovë, ato të ushtrimit Defender Europe 25 nga aktorë të ndryshëm në Kosovë, u nis një fushatë gjëra në portale të ndryshme dhe rrjete sociale rreth deklaratës sime 1 minutëshe rreth pozicionimit të njësive ushtarake serbe, e nxjerrë nga një intervistë 30 minuta në A2 CNN. Intervistë kjo, që ka mbizotëruar temën e ushtrimit Defender Europe 25, ajo pjesë e vogël pak më shumë se 1 minutëshe intervistës sime, u tentua të bëhet lajm i ditës dhe të paraqitet si një propagandë me qëllim marrjes së vëmendjes, ka shkruar Maqedonci në një postim në Facebook, transmeton Telegrafi. Maqedonci ka thënë se ndjen të nevojshme të sqarojë para qytetarëve se në pothuajse të gjitha paraqitjet e tij publike, për të paktën 2 vitet e fundit, sa herë është pyetur rreth pozicionimit të forcave ushtarake serbe, ka qenë gjithmonë në të njëjtën përgjigje dhe ka paraqitur të njëjtat fakte. Edhe këtë radhë, për pyetjen e njëjtë vash përgjigjen e njëjtë, propagandë do të ishte sikur unë të deklaroja që Serbia ka qasje miqësore, jo militariste, dhe paqësore në raport me Kosovën dhe fqinjët e saj të tjerë. Propagandë do të ishte sikur të deklaroja që Serbia nuk ka angazhuar agent dhe spion për të baltosur ndërkombëtarisht luftën e drejtë të UÇK-s, dhe sikur të deklaroja që Serbia nuk ka mbështetur grupe terroriste në veri, por që jugu i Serbisë është i militarizuar dhe që Serbia vazhdon të ketë qasje hegemoniste dhe agresive në raport me Kosovën, është një realitet që asnjë nga ne nuk do ta dëshironte të ishte i tillë, ka shkruar ai. Maqedonci ka thënë se 3 nga 4 brigadat e kombinuara të ushtrisë serbe, pa përfshirë dhe njësi të tjera të specializuara, janë të vendosura në jug të territorit serb, jo larg kufirit me Republikën e Kosovës. Brigada e 2 është vendosur në Rashk, brigada e 3 në Nish dhe brigada e 4 në Vranj. Këto 3 brigada kanë si të zgjatje të tyre operacionale 28 baza të përparme operacionale përgjatë vijës kufitare me Kosovën, në distancë nga 300 metra deri në 5 kilometra nga vija kufitare. Për më tepër, përgjatë vijës kufitare janë të vendosur edhe 20 baza të xhandarmerisë serbe. Këto baza kanë personel ushtarak dhe pajisje luftarake kolektive. Vetëm një brigadë e ushtrisë serbe është e vendosur në pjesën veriore të territorit të Serbisë, për ashtu siç kam deklaruar, rreth 70% e kapaciteteve dhe instalacioneve të ushtrisë për vite me radhë janë të vendosura në jug të territorit të Serbisë. Krejt këto fakte mund të vërtetohen edhe me një kërkim të thjeshtë në internet, ka shkruar ministri. Pavarësisht kësaj, Maqedonci ka thënë se gjatë këtyre viteve, institucionet tona kanë treguar maturinë në qëndrim dhe vendosshmëri në veprime për të kontribuar për paqen dhe sigurinë, kurse militarizimi i Serbisë nuk i kontribuon në asnjë rast stabilitetit dhe paqes në rajon. Lajmi për pozicionimin e forcave ushtarake serbe nuk është një lajm i mirë, ndërsa intervista kishte në fokus ushtrimin Defender Europe 25, ka shkruar ai, duke postuar hartën me lokacione dhe njësitë e ushtrisë serbe, e postuar nga institucionet tona në vitin 2023.